Për të parë podcastin Rënon Ndryshe, mjafton të bëni subscribe në kanalin tim Enginasto në YouTube. Ky podcast mundsohet nga Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, Shtëpia e Lodreve, Blue Taxi, Dulu Dent Clinic, Eye Hospital Tirana, Enor Technologies, Euralp, Slow Dentistry Albanian Clinic. In the system. We are anomalies in the system. Por neurologja nuk më paralajmëroi që këto ilaçe mund të japin sindromën Stevens-Johnson, se dhe mjekët nuk kanë informacion. Kur e ke të lindur verbërin, është diçka që mësohet, po kur e ke të fituar të vret dhe çik gjendja psikologjike, sepse unë ku kalova sindromën Stevens-Johnson, disa njerëz dhe u larguan, miq, kushërinj, të afër. Miq të podcastit, përshëndetje. Sot unë do ta nis ndryshe nga çdo episod tjetër. Ju e keni kuptuar pak a shumë qëllimi im që mundohemi të jemi në fillimet tona sa më të veçantë për të gjithë audiencën që na ndjek. Dua të theksoj rëndësinë e këtij podcasti. Është një dritare e hapur për të gjithë personat me aftësi të kufizuar në Shqipëri, të cilët duan të flasin për historinë e jetës së tyre. Një zë që do të dëgjohet pa diskutim nga institucionet, nga politikbërësit, nga kolegët tanë dashamirësit të këtij podcasti që e kanë mbështetur masivisht realizimin e tij. Ky nuk do të jetë një episod i fundit i këtij sezoni për këtë vit 2025, patjetër që podcasti do të ketë objektiva të reja, do të ketë një plan zhvillimor të ri për 2026-ën, si një ambicie personale dhe jo vetëm e shumë personave me aftësi të kufizuar që duan të ketë një kanal të dedikuar veçanërisht për ata. Këtu nuk ka tendenca të nxjerrim asnjë institucion keq, asnjë shoqat apo organizat të jo fitimprurse që lobon për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar, sepse secili ka qenë një zë kontributor ndër vite, por këtu kemi të bëjmë një kanal i cili diskuton dhe flet hapur për të pathënat e viteve të mëparshme në të cilën kjo kategori ka qenë e përjashtuar dhe marginalizuar. Ky kanal dedikohet posaçërisht për ata, sepse ata e duan, sepse ata e dëshirojnë këtë gjë. Ata duan të kenë një dritare ku fytyra e tyre dhe vizibiliteti i tyre të jetë i dukshëm për opinionin publik. Dhe kam kënaqësinë që sot kam të ftuar Blenarda Çakalli, e cila është një nga pjesëtarët më të, si themi, të dedikuara të këtij grupimi të podcastit, ku kishte një dëshirë shumë të madhe për të qenë pjesë e tij, me një mesazh ku ndër të tjerët ka shkruar: "Përshëndetje zonja Enginasto, kam parë podcastin tuaj dhe më ka prekur thellë, ishte kaq frymëzues sa më nxiti të tregoj historinë time. Unë jam Blenarda Çakalli, 26 vjeçe, në shkurt 2022 më diagnostikuan me sindromën Stevens-Johnson. Kjo sindrom shumë e rrallë dëmtoi sytë e mi, më la në mjegullim dhe paqartësi, një gjendje që nuk mund ta përshkruaj me fjalë. Ka qenë një rrugë e gjatë dhe shpesh e pamundur, por kohët e fundit ndjej se po ringjallem përsëri. Dua të ec përpara dhe të filloj përsëri studimet, pasi ato të parat mbetën përgjysëm për shkak të sindromës. Njeriu përballet me çdo sfidë, forca dhe guximi duhet të jenë aty sepse gjithçka tjetër mund të rregullohet. Do të ishte një nder i madh të jem pjesë e podcastit Rënon Ndryshe dhe të ndaj rrugtimin tim me audiencën tuaj." Kjo ka qenë mesazhi Blenardës. Blenarda, ja te kemi këtu. Dëshira u bë absolutisht do bëj realitet, nuk diskutoj kjo pjesë, se vetë fakti që ti ke shkruar me një përzemërsi shumë të madhe për të qenë pjesë, unë ndihem unë e nderuar në fakt të kem ty këtu përballë. Faleminderit juve që më dhat mundësi që dhe unë atë shpreh mendimin tim dhe të flas për sindromën Stevens-Johnson, që është një sindrom shumë e rrallë që 1 në 6 persona e kalojnë në 1 milion banor. Blenarda, unë në fakt do të më lejosh të ndalemi pak për të gjithë ata të cilët nuk janë njohës të kësaj sëmundje, sepse edhe në rastin tënd konkret ti u njoh me sëmundje në momentin që ty të ndodhi, por më përpara ti nuk ishe dini dhe asnjë lloj informacioni për ekzistencën e kësaj sindrome, le të themi, që prek organin më të rëndësishëm, le të themi, ndër më të rëndësishëm, siç është drita e syrit, organin kryesor për të perceptuar objekte të ndryshme që tani momentalisht ti gjendesh në një situatë, le të themi,
pak jo normale për momentin sepse je akoma në vitet e para të atashimit me këtë sëmundje. Por shumë të tjerë nuk e njohin. Dhe sindroma Stevens-Johnson është zbuluar për herë të parë në vitin 1922 nga 2 mjekët kryesor amerikan, të cilët emrat e tyre janë vendosur në nder të tyre për omazh të tyre për të identifikuar se kush kanë qenë të parët të cilët e kanë diagnostikuar këtë sëmundje. Pra, është një sindrom e cila kap 10% të djegjes së lëkurës dhe më pas automatikisht të shkaktohet nga një reaksion i fortë alergjik dhe prek organin e shisave të syrit, apo jo? Po, është e vërtet. Stevens-Johnson është një sindrom që ndahet në 3 faza. Mua më preku faza më e rëndë që njihet si ten. Që kap 30% të djegjes së lëkurës. Po, ajo kap 30% të djegjes së lëkurës, të kap mukozat e gojës, shqisën e të parit, që janë syt, edhe të jep dëmtim, mjegullim, dëmtimin të jep gjithmonë në kornën e syrit, dhe në tharjen e lotit, dëmtim të qepallave, edhe më pas njeriu kalon në një verbëri të pjesshme. Pra ti praktikisht je përballur me këtë lloj sindrome 4 vite përpara, apo jo, nga biseda që kemi patur ne paraprakisht të dyja telefonikisht ku unë të bëra dhe ftesë zyrtare për të qenë pjesë e podcastit. Cila ishte, le të themi, shkaku kryesor që mbërritet e kjo sëmundje? Shkaku kryesor ishte se unë në 2 shkurt të 2022-shit pësova një gjendje të fikti dhe vetet e një neurologe, dhe neurologja më jep ilaçe antiepileptik. Por neurologja nuk më paralajmëroi që këto ilaçe mund të japin sindromën Stevens-Johnson. Unë i fillova ilaçet, i piva, po gjendja ime sa vinte dhe rëndohesh pak a shumë, po unë nuk po e kuptoja veten. Ishte data 19 shkurt 2022, atë ditë ka qenë ditë e shtunë, e mbaj mend, ka qenë pas dite ora 8, dhe mua më vjen cikli, edhe piva një kafetin menstruale që mos të vija në shtëpi po të punoj atë ditë. Në atë moment, unë ku pi ilaçin pas 2-3 orësh, trupi më mbush tër flucka, pulla të kuqe, temperaturë të lartë, ethe dhe sy tuajnë nuk bën të zi. Në atë moment, vetet e bashkëshortit se kisha në punë, i them, shiko çfarë po më ndodh. Ai nga ish infermier e kuptoi dhe më merr direkt, më çon në urgjencë. Por mjeku aty më neglizhoi, tha që po kalon lipydhi, tha. Unë i thosha mua më ka bërë aksion ilaçi. Po mjeku thoshte ke lipydhi, më dha disa ilaçe. Pra ishe ndërgjegjshme që ishte kafetina menstruale ajo e cila shkaktoi, apo më pas u ndërgjegjsova që kanë qenë ilaçet antiepileptike që kishe përdorur pak më përpara? Unë mendoj se ilaçet antiepileptike nga mësimet që unë kam marrë tani, që kam lexuar, kam bërë kërkime, ta shkaktojnë sindromën Stevens-Johnson. Ju ishit epileptike, Blenarda? Jo, unë nuk isha epileptike, por një natë më parë, që ishte nata 1 shkurt, duke u nglir data 2 shkurt, unë pësova një krizë që rash në gjendje të fikti dhe ku jam përmendur në spital. Aty thash, ua, po në çne këtu nuk bëja mend asgjë, po bashkëshorti më tha që ti kërcisje dhëmët. Dhe në kjo fazë, ata menduan sigurisht e epilepsi, po neurologja më bëri një zhe dhe doli që se kam pak emocione. Nuk ka problem, merr kohën tënde. Më tha që ke lodhje. Ka lodhje gruaja, i tha bashkëshortit, dhe duhet përdori këtë ilaçin, tha. Po. Dhe ai ilaçi sa do vinte dhe do shtonte dozën. Një javë do përdorje 1 kokër, javën tjetër 2 kokra, javën pasasi 3 kokra, sa të arrija 3 kokra. Unë ku fillova që të përdorja 3 kokra, atë ditë mbaj mend mjaft mirë, madje edhe kam vjedh në punë, ku piva 3 kokra, atë ditë piva dhe kafetinë menstruale dhe aty u shfaq sindroma Stevens-Johnson. Pra, le të themi ishte një shumatore e medikamenteve që ti ke përdorur, e cila ty të e përshkallëzoi situatën tënde shëndetësore duke u shfaqur sindroma Stevens-Johnson. Po, e vërtet. Marrëdhënia me mjekët është e vështirë, Blenarda, jo vetëm për ty, por për secilin prej nesh.
secili prej nesh ka një diagnozë të tij, i cili përballet në përditshmëri për ta trajtuar, për të kuruar, dhe realisht mjekësia në Shqipëri është shumë e vështirë në ditët e sotme. Unë dëgjoj shpesh njerëz të cilët janë pak të traumatizuar, ndoshta edhe si pasojë e kohës pandemike të cilën e kaluan pas. Nuk duan të kenë kontakt me mjekët, sepse mendojnë që gjëja e parë që do t'ju thonë është, ju lutem të bëni këtë analizën se mund të jetë kjo, se mund të jetë ajo, dhe konfuzohet aq shumë individi duke u kthyer në një pacient që mendon se mund të ketë një patologji të shërueshme apo të pashërueshme. Nuk je vetmja dhe nuk do jesh as e fundit. Por unë dua të ndalemi pak tek pjesa e gjendjes aktuale. Je përpjekur ta trajtosh në ndonjë spital shqiptar apo je përpjekur të shkosh jashtë, siç është pjesa dërmuese e shqiptarëve që përpiqen të gjejnë zgjidhjet e tyre shëndetësore jashtë kufijve të këtij vendi? Kur filloi dëmtimi i shikimit, mendova ta kuroja në Shqipëri, në vendin tim. Nuk doja që të shkoja jashtë. Sepse dhe jashtë janë gjërat më të vështira, se duhet të gjesh mjekun, ku do jetosh ato ditë, ku do qëndrosh, ilaçe, gjua, gjitha. Dhe këtë gjë e bëra, vajta në Shqipëri, te mjekët. Si fillim ka vajtu te një mjeket e spitali francez. Aty mjekja më tha, për 3 muaj ti gocë do kesh shikim. Por ndodhi krejt e kundërta. Mua për 3 muaj me iku shikimi. Pastaj në 16 shtator 2022 ka vajtu te doktor Nadon Qapa, por aty ishte shumë e vështirë. Sepse sytë e mi kishën degraduar. Pra, si të thuash, kur shkove, doktor Nadoni është doktori i spitalit Universal Eye Hospital. Po. Dhe ishte, si të thuash, një takim shumë i mëvonshëm, pra jo i bërë në kohën e dur nga ana jote? Po. Po e vërtet, ishte shumë vonë. Sepse infeksioni kishte bërë punën e vet, e mori dëmtimin e kornes e trubulloi kornen. E syrit. Se kjo nuk të jep dëmtim në nerv optik, kjo të jep në korne. Edhe korneja ime është e dëmtuar. Lëkura të është rehabilituar pas djegjes? Po, 1 muaj e ca ku isha në spital. Pra ti ke qëndruar e hospitalizuar 1 muaj e pak ditë? E ca, te reparti i djegjeve plastike në QSUT. Edhe aty ka qenë një sfidë më vete, se 1 muaj e ca as ushqim nuk fusja dot në gojë. Se u dëmtova shumë. Edhe në fytyrë pate dhe në gojë? Po, dhe në fytyrë, te pjesa këtu më ka dalë një plagë shumë e madhe e zezë. Uropa, dhe ta shikoni fytyrën time me imtësi, ka njolla akoma që janë sakrifica e asaj që unë hoqa në spital. Ishte një sfidë më vete dhe mbijetesa në spital. Se të kalos Steven Johnsoni në shtetin shqiptar është shumë e vështirë, se dhe mjekët nuk kanë informacion. Ata mund të duke një reakcion ilaçi, po ajo është një që mund ta marrë dhe jetën atë moment. Shumë njerëz kanë ndërru jetën në kjo gjë. Por unë pata fati që shpëtova dhe sot të isha këtu me ju. Njollat janë gjithmonë dëshmi e dhimbjeve dhe të vuajtjeve tona. Po. Mund kemi njolla të dukshme, por flasim dhe për njolla të padukshme në shpirt. Po. Ndihesh e pastruar shpirtërisht nga gjithë kjo stuhi që erdhi papritur e zini jetën tënde? E pastruar shpirtërisht është akoma shpejt. Dhe besoj nuk pastrohet ndonjëherë, se gjithmonë njeriu do i vi ky kujtim që si ke qenë edhe në çfarë gjendje ke kaluar. Kur e ke të lindur verbërin, është diçka që mësohet, po kur e ke të fituar, të vret dhe çik gjendja psikologjike ja bën ua, si isha unë që i bëja gjitha vetë dhe tani kam një ndryshim. Jo se nuk ja del, se ne që kemi një aftësi të kufizuar, ne ja dalim më mirë, sepse ne kemi një shpirt luftarak dhe një zemër shumë të pastër. Unë kjo blenar që jam tani nuk kam qenë më para, unë nuk e vrisja shumë mendjen ku kam qenë mirë, se mendoja sikur kisha gjithçka. Po jo, s'kam patur gjithçka, se nuk kam patur forcën që kam tani. E mendon se një sinjal nga Perëndia
për të qenë e përullur? Po, besoj, se mund t'je dhe një sinja nga Perëndia që t'je më e përullur. E mendoj dhe ndonjëherë këtë që mund t'jetë një sfidë. Jo se kam qenë një njeriu keq që doja Jo, absolutisht. t'i bëja keq njeriu, por si nuk ti kemi vishte qenë shumë mendje, jemi shpeja dhe vetëm kemi hapin qenë dhe tim. ne në periudha të mëparshme kur e mendojmë që jemi shumë mirë dhe nuk e mendojmë sa mirë jemi dhe përqendrohemi në angazhime të tjera, mërzitemi për gjëra të cilat ndonjëherë dhe nuk bëjnë sens, dhe në fund fare kur na ndodh diçka madhore në jetën tonë, aty na tronditen themelet e forta dhe kuptojmë sa mirë kemi qenë dhe sa mirë do duhet jemi në të ardhmen. Ti në ç'pik je tani në jetën tënde momentale dhe sentimentale? Ke cilësuar disa herë bashkëshorti apo jo? Po. Është njeriu besoj që të ka suportuar në gjithë këtë rrugtim të deri tanishëm. Po, bashkëshorti ka qenë mbështetja ime më e madhe. Ai më ka qëndruar pranë, nuk më braktisi kur unë isha në një gjendje shumë të keqe, që dhe unë nuk e shikoja dot veten time në pasqyrë në ato momente se ndryshova aq shumë, nuk e njihja më veten time. Nuk isha më ajo goca me fytyrë të pastër, me flokë të dendur të bukur, me thonjë të bukur, por bëra një gocë me lëkurë të djegur, me sy të shkatruar, me flokë të shkatruar, me thonjë të shkatruar, me gjitha të shkatruar, ndërsa ai nuk më braktisi, ndeti aty me mua. Mendoj se dashuria e vërtet njihet kur personi tjetër ka më shumë nevojë për atë, dhe bashkëshorti ime tregoi këtë gjë. Ai është mbështetja ime më e madhe, më merr për dorë, më çon në çdo vizitë, nuk më ka lënë kurrë vetëm. Edhe në një vizitë që nuk ishte me mua, të dy na ngjajti sikur u ndam në atë moment, sikur hoqëm pjesë në një sfidë, por ne s'kemi hequr, nuk e kemi braktisur kurrë njëri tjetrin dhe jemi akoma të forta për përballojmë këtë situatë. Edhe në qoftë se unë mbete me verbër për gjithë jetën, ai më ka premtuar që do jetë gjithmonë me mua. Edhe pse unë i kam kërkuar disa herë divorcin, por ai thotë, I ke kërkuar divorcin? po i kam kërkuar se Përse Blenarda e ke për këtë gjë? por kur shikoj bashkëshortin tim që nuk ka asnjë problem, ndonjëherë është një gjendje psikologjike, se jo se ka ndonjë gjë të keqe, që një njeri të jetë mirë dhe të ketë një person me aftësi të kufizuar në krahase, nuk është se të E merr karakterizon pamja si jashtme. intimidim, si nënvlerësim të vetes tënde, Po, si nënvlerësim. si një lloj inferioriteti që ai është i shëndetshëm në 100% e tij dhe ti nuk je tërësisht e shëndetshme në të gjitha, po themi, aspektet. Do të thënë, çfarë të bëri se të ndërpresësh një marrëdhënie kaq të gjatë ndër vite do një guxim dhe një kurajo shumë të madhe. Kjo, më shumë vret se ndonjëherë ja bëj bashkëshorti që ti mund të duash një fëmijë, po unë kam frikë ta bëj një fëmijë, jo se s'mund të kujdesem për atë fëmijë. Po fëmia i them do shumë për kushtim. Do që ta mësosh, jo se unë nuk di ta mësoj atë fëmijë dhe në gjendjen që jam. E vërtet, por bota është e guximtarëve. Po, e di këtë gjë, por ndonjëherë ashtu jam në gjendja psikologjike, më kap një si situatë ankthi, më shtrëngon gjoksi, dhe gjëja që mund t'i them bashkëshortit tim, i them, ik largohu ti, më lër ta përballoj vetëm. Ky ishte fati im, më lër, po ndonjëherë pastaj ditën tjetër e kuptoj që kjo është gabim dhe vetë e përqafoj dhe i them më fal, se dhe ku ti do të jesh me mua dhe unë do jem me ty. Ndihem vërtet sa e trisht është deri diku kjo bisedë që po bëjmë bashk, aq ndihem mirë që ka ende në këtë tokë njerëz të cilët ofrojnë mbështetje, përkraje, kurajo, pas edhe një lloj interesi për të marrë diçka mbrapsht nga partneri. Ndoshta i merr shumë nga ty. Merr dashurinë e pastër që ti di t'i japësh atit, dhe ndoshta kjo është arsye pse ai vazhdon akoma të jetë me ty. Besoj se po. Se ndonjëherë njeriu shikon zemrën që ka personi, nuk shikon pamjen e jashtme, dhe bashkëshorti im, ne kemi hequr gjitha ato sfida. Gjithmonë, por edhe tani kjo e marrim si një sfidë që Zoti na ka sprovuar, mase nuk është zgjidhja më e mirë divorci, por ndonjëherë unë e bëj këtë gabim, ja kërkoj bashkëshortit tim. Vazhdon ta kërkosh apo kjo është një episod që i përket skaluarës? Ja kam kërkuar edhe para një muaji, ndaj kërkoj falje publikisht, të kërkoj falje gjesh. Këtë muhabet nuk e përsëris më, se di që ti stresohesh shumë.
unë të dua shumë. Dhe ti e di mjaft mirë këtë gjë. Është pak e vështirë vazhdimi i bisedës për një arsye të vetme, sepse e shikoj një lloj përjetimi shumë të fortë emocional edhe nga ti, por edhe nga ana ime. Mendon që pas këtij rrëfimi publik do të jesh më e çliruar emocionalisht, e kishe shumë të nevojshme, besoj të dilje dhe të flisi për historinë tënde. Shko, më të çliruar do jem pak, sepse historia ime do e ndaj, se unë dhe ku flas me njerëz, ndihem pak më të çliruar. Është terapi më vete komunikimi në fakt. Është terapi terapi mendimi. Sepse unë ku kalova sindrom Steven Johnson, disa njerëz dhe u larguan, miq, kushërinj, të afër. Për cilën arsye kërkove ndihmë dhe nuk ta ofruan? Jo, nuk e kërkova ndihmë, po ata nuk i ran vetë asnjëherë telefonin. Dhe unë asnjëherë nuk i ra, se unë s'kam pse t'i bie ku ata, se unë kisha një problem, kisha një hall, ata duhet më gjendeshin mua. Se miku mirë i themi ne shqiptarët, njet në kohë të vështirë. Po mua miqt më larguan. Miqt dhe familjar të afërt, po themi të rrethit farefisnor. Po. Teze, kushërin, ndaja. Por është gjëja është e drejta e tyre, ata mund të bëjnë çfarë të duan, është e drejtë e tyre. Unë kam mamin, kam motrat e mia, kam bashkëshortin, kam familjen e bashkëshortit, që më respekton, më do. Po ashtu? Urdhëro? Babain, po ashtu them? Baba im ka ndërruar jetë, bën 19 vite. Nuk jeton. Ajo ka qenë le themi trauma e madhe që ke marrë në ato kohë, shkëputje në jetë. Po, kam qenë në moshën 7 vjeç e gjys. Atëherë një gocë është fëmijë, babai e dashuria e parë për gocën. Por unë se pata këtë, u lidha me mamin, me motrat e mia. Dhe ato kanë qenë forca jote, kanë qenë krahët e tu për të përballuar këtë sëmundje. Dhe pa diskutim zemra ka qenë tek Gjergji, apo jo? Po, zemra ime ka qenë te Gjergji, po kam patur dashuri nga familja afër, nani, pritë e mi. Edhe kunati, burri motrës së madhe, më ka respektuar shumë në këtë gjendje. Më ka ndihmuar, edhe financiarisht më ka ndihmuar. Jo se e kam kërkuar, por e ka ndier ndoshta ka ndier të nevojshme të brendshme për të kontribuar në një formë tjetër. Po, se kjo sindrom nuk është e lehtë, se kalove një sindrom edhe hajt, kaloj. Një muaj ishte që mua më rikuperua lëkura për një muaj e ca, po nuk u rikuperua sytë. Pjesa e shikimit që ishte shumë... se bëj afro 4 vite. Blenarda, të ndalemi pak tek pjesa e vështirësisë e aksesit në arsim. Në bisedën që kemi pasur paraprakisht bashkë, më ke thënë që unë isha gati për të ndjekur studimet kur më ndodhi ky problem. Dhe më është dashur që ti neglizhoja pikërisht për faktin se kisha një emergjencë së cilës do duhet që ti dedikoja kohë për të shpëtuar veten. Tashmë në këtë stat në cilën ti ndodhesh, mendon ti rikthehesh studimeve universitare? Unë kisha plan që këtë vit akademik 2025-2026 të rikthesha në universitet, por e ndjej që s'isha akoma gati, sepse kam ndonjëherë dhimbje syrish, djegje, edhe thash nuk jam akoma gati. Por duhet të mësoj edhe metoda që unë ta përballoj universitetin, se unë nuk dua që të marr një diplom edhe ta mbaj në dollap. Unë dua të marr një diplom edhe t'ja dar në jetë të punoj, sepse puna për një person me aftësi të kufizuar, mendoj unë është që të jep pavarësi më vete, thot, edhe unë po bëj diçka, mund të kem një aftësi të kufizuar, një nevojë të veçantë. Por doja dal, por mendoj që vitin që vjen t'i rikthem universitetit, mbase nuk i rikthem për degën që lash për gjysmë, se isha viti 2 bachelor për enologji. Okej. Se këtë lloj dege unë mendoj se nuk e bëj dot, se është kimi, ke të bësh me duhet shikim, por kam dëshirë të vazhdoj për punojse sociale. Pra për shkenca sociale, sepse ndoshta krijon një empati dhe më të lehtë tek njerëzit për faktin e një historie personale që ti ke tashmë. Po, tani më është bërë një gjë që
unë dua të ndihmoj njerëz, edhe në qoftë se mbaroj universitetin, dua të punoj me njerëz, nuk dua të jem që të punoj vetëm për veten time, dua të punoj për njerëz që të njoh histori frymëzuese, siç kam dëgjuar deri tani që dhe disa persona që unë kërkoja në internet që lexova historinë, u bën shumë frymëzuese për mua. Kush ka qenë historia që të ka frymëzuar më shumë? Ka qenë Stenaldo Mohilli. E përshëndesim Stenaldon. Do ta kemi në episodet e mëtejshme. E përshëndesim. Ka qenë dhe Doliana Aveliu. Doliana që kemi patur praktikisht. Edhe ajo, këta dy kanë qenë një shembull. Doliana u frymëzova nga biseda që kemi bërë tek podcasti, besoj? Po, ishte një shoqja ime më dërgon linkun e kanalit tënd në Instagram dhe më thotë shikoj pak këtë, ja thotë. Edhe po dëgjoja Dolianën, më kishte folur dhe Stenaldo, po nuk i kisha shkruar se kisha marrë akoma mundimin. Edhe atë ditë e pash ku ajo fliste me ai dashuri kështu, thash me vete sa të mirë janë këta persona, thash. Unë i kam patur gjitha të mira dikur dhe mendoja vetëm për veten time. Këta kanë një problem, ai për ata nuk është fare problem, se ne s'kemi, ne jemi më të mirë se njerëzit që i kanë gjitha shqisa. Thash, këta janë kështu, dhe unë dua të bëjmë dikush, që jem e mirë për veten time, po dhe mos mendoj me vetëm për veten time, të mendoj dhe për të tjerët. Unë të sugjeroj që e gjithë ky rrugtimi yti deri tanishëm të jetë sa më i qetë, merre si një refleksion të brendshëm për të punuar pak me veten, për të dashur shumë marrëdhënien që ke me bashkëshortin tënd dhe patjetër për ta kompletuar dhe më shumë familjen tënde. Unë jam e sigurt që një nga arritjet e tua do të jetë patjetër të qenurit një nën shumë e mirë për fëmijën e tij, sepse ti ke çfarë ti mësosh kësaj fëmie. Ti do kesh çfarë do t'i thuash, ke një histori për të treguar, ke një forcë për t'i dhënë dhe ke, si të thuash, disa pikë synime për 2026-ën, të cilat i diskutuam dhe pak më përpara bashk, po ne mund të duam dhe ta bëjmë publike, unë do doja shumë që ti të ishe një nga studentet e Universitetit Mesdhetar, duke folur pak ndoshta edhe për tarifat sociale të studimit dhe patjetër për të ofruar një mundësi për të vazhduar studimet e tua universitare, kështu që kam shumë dëshirë që ti të jesh një ndër studentët e ardhshëm në atë disiplinë ku ti do të përfshihesh, në atë disiplinë ku ti e gjen veten tënde dhe për të qenë patjetër një profesioniste shumë e arrirë në tregun e punës dhe për të dhënë kontributin tënd profesional. Po, kjo është një gjë shumë e mirë. Unë ju them shumë faleminderit. Për këtë gjë do bisedojmë, sepse unë nga jetoj në qytetin e Durrësit dhe mendoj se vajtja e ardhe Tiranë-Durrës është pak e vështirë. Po nëse unë shpërngulem në qytetin e Tiranës, pse jo? Mos vazhdoj studimet. Ne do përpiqemi të kërkojmë mbështetje edhe për këtë gjë, sepse mendoj që nëse ekziston mbështetje, distancat e mëdha bëhen shumë shpejt të vogla. Po, kjo është e vërtetë. Unë të falenderoj shumë për bisedën e ngrohtë që më ofrove. Na u desh të kjo ngrohtësi dhe në kuadër të festave të fundvitit si një mesazh për të gjithë shqiptarët, që të jenë sa më pranë njëri tjetrit, të jenë sa më afër njëri tjetrit, ta duan më shumë njëri tjetrin dhe në sfida dhe në kohra paqe, po dhe në kohra lufte. Po, e vërtet. Njerëzit duhet ta duan njëri tjetrin, duhet ta mbështesin, pavarësisht njeriu çdo sfidë që ka në jetë, njeriu duhet t'i japi shumë guxim, shumë forcë, që dhe ai personi që po kalon një sfidë ta kalojë. Jo njerëzit ta braktisin. Nuk është dashuria vlerë monetare. Dashuria është diçka që lin nga shpirti dhe nga zemra. Unë mendoj se dashuria e vërtet njihet ku njeriu ka më shumë nevojë për atë person, sepse ku je mirë ti ja del vetë, ndërsa ku ke një problem, aty do mbështetje më të madhe. Do një punë në grup, le të themi, pa të cilën ti nuk mund ta bësh dot në mënyrë individuale. Pra, sëmundja neve na mëson se si të mos jemi individualist, por të jemi më bashkëpunues me veten dhe me të tjerët. Blenarda, shumë faleminderit për të gjithë kohën tënde që i dedikove këtij programi, fakti që na ke ndjekur dhe uroj që dhe shumë të tjerë si ty i ftoj të kenë kënaqësinë dhe dëshirën që të mos mjafton vetëm me një mesazh falënderues ndaj meje dhe ndaj Universitetit Mesdhetar dhe gjithë partnerëve që na mbështesin, por njëkohësisht të kenë dëshirën për të dalë dhe për të folur për histori një lloj siç bëre edhe ti. Kështu të falenderoj shumë. Shumë faleminderit dhe juve që më dhat kohën.
Miq të dashur, ky është episodi i fundit për këtë vit. Unë ju falenderoj shumë. Ju uroj festa të gëzuara dhe do shihemi patjetër shumë shpejt me histori të forta dhe mbretërëse në podcastin tonë ndryshe. Faleminderit. We